Selam aleikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Të nderuar vëllezër dhe motra, po fillojmë emisionin e radhës me një temë të veçantë personte me bashkëbiseduesin tim Fahrudinin. Tema për cilën do të flasim ka të bëjë me një moralitet, apo themi ndryshe një sjellje e mirë që pritet prej çdo besimtari që e beson Zotin e Madhreshëm dhe i cili i dëgjon dhe i respekton urdhat e Zotit të Madhreshëm. Është fjala si t'i arsytojmë njerëzit, apo më ndryshe, si t'jemi në gjendje që me nal atë pezmin tonë në situata të caktuara me bashkëveprim me tjetrin, dhe nëse dikush po ashtu na ka bënë të keqe, qysh me marr atë forcën dhe me ia fal njerëzve. Duke pasur parasysh se një prej emrave të bukur të Zotit të Madhreshëm është edhe falja. Dhe Allah është falës i madh. Prandaj Allah është falës i madh. Kur ne e lexojmë këtë në Kur'an, atëherë sigurisht se nëse dojmë që ne ta marrim këtë cilësi të mirë dhe themi që ne e dojmë Zotin e Madhreshëm, padyshim se duhet të jemi edhe prej atyre që falëm, durojmë, jemi në mëshirshëm në raport me tjetrin. Pejgamberi alayhis salam parodin në thonjen e njohur ka thonë mëshirani nëse doni më mëshiru, falni nëse doni më fal Zoti i Madhreshëm. Pra Zoti ka bu kusht që dash me të falë ty, Zoti atëherë t'i fale tjetrin. Çështja e faljes, edhe pse jemi do thot muajin e shejt Ramazanit, s'është e rastishme që është më trajtuar si temë, të pas parasysh të na gjendjen aktuale që e kemi, na e dim që para luftës edhe me gjitha problemet që kena pas, frikën e madhe, trysnitë që janë kanë, pushteti pa drejt në atë kohë, ama jemi kanë shumë të afërt me njëri tjetrin. Jemi janë më shpesh vizita njëri tjetrit, jemi kanë më të lidhur. Tash e shohim që shumë jemi të lartë me njëri tjetrin. Kemi ndasi të ndryshme, kemi për probleme shumë të vogla ndodh që familjarët i kpusin lidhet farefisnore, as nuk kanë më as Zoti na rujt kodh, as ndek as ndrek, që thonë nuk shkojnë, kur të këshush për çka një çështje të dynjas. Kështu që falja jo rastësisht edhe natën më të veçantë të jetës tonë, natën e Kadrit, që është muaji i Ramazanit, një lutja e speciale e kësaj nate, që ka natë e veçantë është, o Zot ti e fals, e dëm faljem, falë mu. Që ka atë simbolikën se nëse dojmë me fitu faljen e Zotit Madhreshëm, fillimisht Zoti po ta akuzon që ti me fal dikun tjetër. Para kushtet që do të më plotësuna me shiqun njëri në raport me veten e tij, në raport me anëtarët e familjes, rrethin e tij. Madjon a ka ndaj fat problemi, a ka ndaj telashe ndaj diçka. Edhe tema për të çfarë po flasim na Farudin, shumë mirë e fillova në kuptimin që na nuk po dena me fol për hava, kuptimin, po dena praktikisht kjo është me lut rezultatet edhe praktikisht në popull tonë, shoqërinë tonë, ato probleme që janë me këtyr ku shkoki që aty në probleme. Ku qëndron problemi realisht, se e ditë ku qëndron problemi nuk mundum liresh me adim direkt me thonë me ndoshta në falje më thirr shumë. Unë çka mujt me vrej për shembull shoqërinë tonë, ka shumë njerëz të cilët nuk flasin me njëri tjetrin. Nuk kanë raporte për mitërisë lejohet me konti. Po, nuk kanë raporte ndoshta të mira me njëri, nuk ama kur e shiqon, pse nuk e di më tregu. Ndoshta ka filluar një çarje vogël, edhe tani qoftë vëllezërit mes veti, qoftë familja mes veti, qoftë në raport me fëmijët, kanë vendosur mure të panevojshme. Domethënë pengesa kanë bë barrikada të panevojshme, realisht nga ne problemet me morë iniciativën edhe me shku te teatri ose më thon un fal. Po pse se bujmë çito? Pse se bujmë na çito që unë me kon iniciator për mu pajtu. Në rregull, po pajtuam që ka problem. Ka ndodhur diçka. Mirë, po tash a duhet ai problem që neve me na largu deri në atë mos që mos me folën me vetë, mos mo erdhën me vetë, jo. Se kur kanë pyet pejgamberi sa për ato që i mon lidhet e akraballëkët, çka ka thon pejgamberi sa, nuk është ai që i mon një shkofsh të vjen. A keni të rash thot unë të erdha një herë dytë s'po vjen. Një shkofsh të vjen, nuk është ky që i mon lidhet. Ka thon ai që i mon lidhet është kur kputen, Zoti na ruaj ndodh problemi ndodh. Nuk shkon ai vjen. Ai vjen. Ai s'kshon. Që thot populli ti e çet për dera ai hyn për dritare. Nuk lejon më u prish lidhet farefisnore. Edhe fal,
Nuk është vishte lidhet fare fistore, qoftë të shoqënia, te kolegu, te çdo sen. Kur gabon, njerëz jem. Për shkak na me Islam thirrëm që kur gabon njëri, të ka bëu pa drejt, sa arsye me ali, 70 arsye ka thonë gjoja. Po në ashtu u kon nervoze, u kon pa gjume, u kon me tensione ku ta diunë, gjoja lloj arsye, thuj ndoshta për çita arsye më ka thonë. Kjo pikë Varodena. Nga janë ndodh pa qëllim e bën, më në herë thëm ja kjo për çita e ka pas. Qyr matron më agjit. Ndoshta pola e tretë nganjëherë edhe në kësaj rastesh kur nuk ka dëshmëri pionës dy persona të cilët kanë një paqartësi. Ndoshta pola e tretë që ka orë shumë e rëndësishme ndërmjetësuesi. I lejohet atij në këtë rast ndoshta edhe me gëny. Edhe me rajt, po. Edhe ka se vot madh ka thonë Allah. Për shkak që mi pajtu mi thy këtu para gjykimet. Valla kam qenë te filoni shumë komendim të mirë për ty, shumë dën ty, shkon te tjetri thotë edhe për ty thotë ai shumë po dojke, po edhe me nxit, domethënë Allahu xhaleshanu e ka hiç dispozitën e rënë se diçka e ndalueshme në këtë situata ku është qëllimi që mos të pas probleme me njërin. Surën Anfal shumë interesant, Zoti thotë yasalunaka anil anfal qul lil anfal lillahi wa rasul, pastaj vin ajete thotë wa aslihu dhata bainakum, urdhën Zoti po pajtoni, permisoni, rregulloni raportet me njëri tjetrin. Sikur Zoti po thonë se nëse raportet me njëri tjetrin nuk janë të rregulluara, atëherë është problem. Prandaj folja kjo është e para që ndoshta pse tek ne nuk po merret hapi. Shtrohet pyetja. Për shkak që njerëzit parodin e konsiderojnë ato që nëse i tham tjetrit fal, unë kam gabu, ose kundërta, nëse e foli, kjo është e dëpsisë. Pse? Unë jam i dashur. Pse ndodh kjo? Këto është këtë testë po kam qenë. Po devish, po folim tash me realitetin që e kemi na. Pse ndodh kjo? Për shkak se mungon vedia e shpërblimit për këtë punë. Kjo është. Do të nuk e din ai çka është, se pejgamberi sa më ka thonë për ata që e kanë atë problemin nëse unë i them fal. Ose nëse unë ja fali kanë më thonë që ky mentalitet është. Njerëzit thonë ja fali valla se s'pat ç'a më bu. Ja, ka thonë pejgamberi sa pasuria nuk paksohet pe sadoks. E para. Nuk paksohet. Ti jep sadoks se vish ka më të shtu. Ka thonë nuk ndodh që njëri mu bë modest për hatër të Zotit, përveç Zoti ka më ngrit atë njëri, edhe treta ka thonë çka nuk paksohet burrnia, krenaria, nderi kur ti e fal dikonin. Përkundrazi veç shtohet. Se realisht njerëzit e sinqert thonë halal i kuft. Ja fali. Shumë interesant. Janë dëgjona që Allah i madhreshëm e ka lësh shpërblimin ekskluzivisht kur dolën para tij. Më na shpërbly. Një prej veprave është edhe falja. I fal tjetrin. Në Zotin Kur'an po thotë: "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Ala Allah. Do të thonë ai që fal, pajton mes njerëzve, shpërblimin e ka te Zoti i madhreshëm. Veç Zoti e shpërblen. Çfarë nëse ti dën me bë këtë vepër humane, me fal dikan, me rujt atë pezmën tan, mos më hakmer, dije që shpërblimin e kitë Allahu xhaleshanu. Dhe para mendos sikur ty të shtot dikush në dunjë që e ke shpërblimin kryetari i shtetit ka më shpërbly ty me një dhuratë, ose i pari i shtetit. Sigurisht se shpërblimi prej tij nuk është problem i thjeshtë. Po para mendosh shpërblimin e ke pe sunduesit tokës edhe qiellit e ke shpërblimin. Prandaj çka po mbetet tjetër vetëm se me fal. Apo po çaj kushti neve duhet gjithmonë me pas parasysh. Edhe nëse të vjen ai mlefi ose se kanë thonë edhe këto edhe do të thotë psikolog botrore kanë dëshmuar që shkenca ka vërtetuar se ai njeri i cili bart mërzi i dhnim në raport me tjetrin, ai të ka bëu diçka keq, po tash ti ton kuën realisht vun ti. Pse vun ti? Pse ti ton kuën e ki je në depresion, qysh mu hakmar? S'merr gjumi, qysh më ja kthy ma keq? Kush po vun të shpirtnisht? Je të vujt aty, nuk është të vujt veç ai. Për këtë arsye Islami ka thonë falja, pastroj zemrën. Edhe falja është në kuptimin që me pastru mos me met kurrë. Mos me met në zemër diçka, po më ja bëu halal tamam me shpirt. Dhe më ja fal se e din që shpërblimi saqë duhet realisht disa thorë komentojnë si në farforme shtin e Zotit mbarç. Nëse kem drejt me thon për me kuptu, do thotë kusht më mirë, kushtimisht shtin e Zotit mbarç. Qysh falja për hatër të Zotit. Pja fali për shkak se nesër du Zoti më fal mua. Kur folën për gruën e pejgamberit sa Aishën, njerëzit i ngjitën iftire, ngjitën pa pas san hiç. Aisha është vajza e Abubekrit, për çikën e tij folën. Njëri prej njerëzve që ka fol për çikën e Abubekrit u konë një njeri që i ka nimuar Abubekri vazhdimisht. I ka nimuar.
ai ka fol për çikën e Abu Bekrit. Social, në fakt ka marrë për Abu Bekrin. Ka marrë ndihmë për tina. Edhe tash po. Ja ka akuzuar çikën. Dhe ka thonë Abu Bekri, "Kë çipini moj, po fol për çikën tëm, të s'ku minimuma." Ja ka ndërprer ndihmë. Po më është betu Abu Bekri që nuk ka minimum. Si nimoj mo? Zoti ka zbrit ajetin e Kuranit. Ata që Zoti ju ka dhënë mirësi. Ata që ju ka dhënë mirësi, kanë pasuri, kanë të mira, kanë mos t'jam ndalin nevojtarëve të afërme të tyre, atyre që kanë nevojë të mirat. Po pse mos më javnol ka thënë Zoti falyafu wal yasfahu. Le t'ja u falin, le t'i pastrojnë zemrat në raport me ta. Po për çfarë arsye Zot më fal? Po unë po fal, po çfarë fitojnë? Njëri që thotë dën gjithmonë, e lyp shpërblimin më herë. Po thot Allahu, "Ela tuhibbun." Shumë me mendje në farodit të ndëgju pasë pe presin, me pa durim pe presin që kush çaj rezultati. Çto që na e presim? Se na dojmë me marr diçka. Sa e merr gjinohin mi u hakmir shembull, merr shpërblimin. Po thot Zoti, "Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum." Askeni çaf ju më fal Zoti. Si ishte tash këtu po ta bëj këtë formë pyetjes. Çush ishte reagimi i Abu Bekrit? Subhanallahu, Abu Bekri, njëri që ka jetuar me Kur'anin, ka ndi, si ka thonë Zoti, as doni më ia fal juve, ka thonë bela ya Rabb. Po Zot, gjithçka duam më fal. Halal i kuf. Edhe ka bëu Abu Bekri ka thonë deri në fund të jetës tëm unë s'kam janon dimën. Thotë unë pi afali këtij se po duaj që Zoti nesër më fal mu. Oj pejgamberi sa më atunet me shokët e vet tu bë muhabet, edhe mas nikoj pejgamberi sa më ka nis po buzqish. Pe qyrin shokët thonë ja Resulullah çka u bë? Pse po kish ka ndodhi? Thotë pejgamberi sa dy njerëz para Zotit. Dy njerëz para Zotit po shtyhen. Për çfarë arsye? Pi thotë Zot nuk që të na nuk livriti vend, nuk e lëvizin i kom, ni hap pa e marr hakun tëm. Ky më ka bëu pa drejt në dynjë. Jo, s'ma ka kthy. S'ma ka kthy hakun. Po du më ja marr të mirat. Se në dynjë do thotë na e dim që s'ka qërim hesape me parë me mall. Thotë qysh, thotë më ja marr të mirat. Po s'ka të mira i thotë Zoti, s'ki çka i merr se s'ka të mira. Thotë tani merrni gjinohet e mia gjyja këtina. Allah na rujt. Allah, i thotë Allahu a ki diçka në zgjedhje tjetër. Qërimin e hesapit me bën formë tjetër. Thotë jo Zot, më dhon gjinohet e mia le stafullah në shkon gjëna. Ndoshta këtu farodim pak, ndoshta për të rishikues me kuptuar që tema e foljes që na po ftojmë, po thrasim ta, nuk nën kupton që ata cilët ju hin hak njerëzve, ju bojnë zullum njerëzve, tash me kuptu për kësaj që na e folin tjerë na të vazhdojnë, ja, hapi para është që mu pëndu të Zoti i Madhreshëm, për arsye se ditën e gjykimit do t'i barsh edhe të këshijat e atij personi. Allah na rujt, ati që i ke hin hak patjetër që kimi qëru hesapet. Ti mundesh mi bë zullum, ama patjetër që kimi lani ditë. Zoti e ka garantuar ato. E tash këta dy, ky pi thot gjuja të këshijat e mia këtina, edhe në shkon me një fjalë xhenem, Zoti po ta skis tjetër zgjedhje. Po thot çka o Zot? Allah i thot ngrit e kryt nalt. Qyr, kur qyr nalt i shep pallatin xhenet. Thot për kon janë këtu o Zot, për cilin pejgamber kush i ka hise këtu? Anaj dëshmor, nai shehit që ka ro. I thot Zoti, ja, veç kush e paguan çmimin. Kush e paguan çmimin e merr ato. Tha o Zot, çfarë çmimi ka, sa kushton? Allah i thot kushton më abu halal, më fal vllot. Subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ky njeri thot halal e ka ja fala. Allah i thot merr vllajin ton për dorë hinin xhenet. Bash. Për çata një prej Zoti në surën Zumar kur i përshkruan besimtarët kur do të hinë xhenet, që i presin me laqet të dera xhenetit me selam, ju thonë me laqet këtyre njerëzve që hinë xhenet, jeni pastru. E keni pastru zemrën. S'mundesh me hinë xhenet nëse diçka ke në zemrën tonë. Për këtë arsye çdo kush që na ka bëu keq me mujt, çato që e përmend ajetin kuranor ti fa man afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. Kush fal, le të praktike Zoti shpërblim. Populli ka përdorur ka thonë ai që folja nuk të korrit. E ka përdorur në atë kuptimin shprehje popullore por që shumë filozofike. Njëri që fal, ajo është shaj e personalitetit. Ajo burr. Realisht kjo shaj e burrnisa, u thon. Na kemi rastin pejgamberi alayhis salam që ka thonë për shembull tek hakmerja që lidhet me faljen, thonë nuk është i fortë ai që ja çet shpinën tjetër në tokë. Po i fortë që e mund në një fjalë. Po që e mund tjetrin ja çet shpinën në tokë, po i fortë është ai i cili nal veten, frenat. I ka abes, ato frenin e ka abes në kuptimin që nal veten tek Alhamdulillah që shikues mos ndoshta mos më mendoj që na ke zësh, alhamdulillah na kemi raste sot pishon në Kosovë që po janë gjendje edhe gjakun e djalit më një herë me fal. Klomt ata para Zotit çfarë shpërblimi kanë me pas. Mirë, por një shumicë dërmuese e madhe është që për probleme shumë të vogla i kemi unë mendoj që
problemet kryesore ose ato shkaqet më të shumta, edhe rastet më të shumta kur janë kputë dhe lidhet farefisnore, kur edhe familjet ndoshta janë shkapërderë ose në shoqërinë tonë, unë mendoj që nuk janë të asaj shkolle, domethënë të krimit të lartë të probleme si rezultati i krimit që ka ndodhur vrasje të këtu, po është janë probleme çaq. Po çfarë po të them asumti që problemet vogla janë? Janë probleme shumë të vogla saqë ato kanë kaktu shumë paragjykime. Shumë probleme të mëdha dhe janë met në atë stadin që nuk po ka kush i lëviz. Prandaj ndoshta këtu ajete koranore, këtu këshilla, ndoshta lutim Zotin që edhe ky bereqeti i këtij misionit në lidhje me këtë temë ndikon që sadopak tani është thonë me mendu, po ka dalë përse unë nuk po do psesha, nuk po më hubur nia mu, nëse ja foli tjetrit, ose edhe ai tjetri mund të më thonë nuk bëhet nomi nëse i tham tjetrit i kërkoj falje. Ha? E tham falem gabimin që e kum bë ose shimin që e kum bë në raport me ty. Kur pekqyr do thotë që to që po thojmë për problemet vogla, nuk arsituan as ato të mëdha që mos më ia fal, a din? Ashtu. I lumi ai që e fal. Po edhe nëse i hakmirët na dim që me Islam është më ia kthyt në njëjtën formë. Gabimin që ta ka bëu më ia kthyt në njëjtën formë. Kur e kthyrën pesane madhore, Zoti na ka thënë me pas model pejgamberi, sa me pas shembull. Pejgamberi sa na me qit veten tonë. Secili pe shikuesve, edhe on vet le të qesëm veten tonë, nëse të ka ndodhur ty që një njeri prej që të ka taku Zoti me to, ta ka pas inati, të ka urrejt. Prej që ka taku me to. Kur të kthyesh ti kur një sensi ke bëu keq. S'ka ndonjë arsye që me të urrejt. Çaj njeri qyr me ti bëu kurthat në tona. Çaj njeri ta merr për gojë familjen tonë, fol për nderin e familjes tonë. Çaj njeri qyr me të myt. Çaj njeri të poshtron. Ti mbledh njerëzit kundër teje. Që njeri do thotë çka mundesh me thonë këtina? Armik numër 1. Edhe tash që ky njeri kur des, të vjen ty lajmi që ka dek. Çka kishe më thonë për këtë njeri? Kishe më thonë shqyr. Elhamdulillah që ka dek. Apo? Pejgamberi sa koka e munafikëve, kryesori i munafikëve Abdullah ibn Ubay ibn Selul, këtë të qia e ka bëu pejgamberi sa. Kur ka dek ky njeri, pejgamberi sa u shku edhe po dëm ja fal xhenazën. Po vjen Omeri, i thot pejgamberi sa, pejgamberi to o dërguar me Zot. Po a di çat ka bëu, po nismi hap për mend sanën, ta ka bëu këto, ta ka bëu, mos ja fal namazin. Pejgamberi sa më thënë Omerit, "Çfarë Omer? Çfarë thënë se më ja fal namazin." Omeri apo të më ne kjo kon munafik, dy fytyrë shkon. Pejgamberi sa më tha, "Unë dua më ja fal namazin." Edhe ja fal namazin. Plus asona pejgamberi sa më ka hek, edhe gjybën e vet ja ka bëu si çefin atina. Po kemi edhe rastin përmend shumë ajeti Kur'an që Zoti po e kemi dërguar Muhamedit si mëshirë, sa tash teleshikuesi natyrisht të vijnë shëmbëlltyra. Na shëmbëlltyrën tonë kena Muhamedit alayhis salam. Shëmbëltyra më. Është interesant kjo që do thotë që këtë me to qia që ja ka buaj, pja jep gjybën e vet pe pshtillës në qefin, pja fal xhenozën, edhe kështu sa është më interesant ajeti kuranor. Po thot Zoti, thot pejgamberi sa për munafikat dy fytyrshat. Ata natyrisht që kanë. A lutesh për ta, a nuk lutesh? Te Zoti mi fal, Zoti s'ka mi fal. Sa që nuk lutesh edhe 70 herë. 70 herë të kërkosh falje për ta, Zoti s'ka mi fal. Po thot pejgamberi sa tek shadit. Tek shadit që e kalon numrin 70 lutja jam. Kjo tregon që pejgamberi kisha lut më shumë se 70 herë, ja fal Zoti kisha më lut më shumë se 70 herë. Pejgamberi sa më kon shumë i mëshirshëm. Për shembull e kem rastin kur një gru që fute ja helmon mishin ushqimin pejgamberit alayhis salam dhe vrehet. Në shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shok tash i thonë e mbysëm. E mbysëm atë gruan. Se ajo realisht me helmin që ka vendosur Zoti e ka rujt pejgamberin sallam, po sikur dikush tjetër hante prej saj do të kishte vdekur në kuptimin. Dhe dënimi i saj është një për një. Pejgamberi alayhis salam po thotë jo. Po e fal. Shënë edhe pse pejgamberi alayhis salam i ka pas shtetin dorë në kuptimin e fjalës se ka qenë pejgamberi i Zotit, ka qenë komandanti i ushtrisë, ka qenë udhëhet shtetit, këtë mekanizmat e shtetit i ka pas në dorë, por kur o kon pyetje për ta, dikush e ka bënë të keqë pejgamberi e ka zgjedh falje. Edhe për çata pejgamberi faljes disa e quajnë pejgamber. Shembullin më të mirë në historinë e njerëzimit është kur ata që e përsekutuan pejgamberin, ja morën pasuninë, e largun prej familjes tij, e largun prej vetlindjes tij, banorët e Mekës. Dhe pejgamberi detyru me shku në Medinë. Kur u kthy pejgamberi si çlirimtar në vendin e tij në Mekë, ata i tha pejgamberi tha çka më nëne.
që kam e bënë me juve. Subhanallah. Të di çfarë keni bën të kaluar. Njerëz në pjesë të tyre domethënë kishin bërë krimet pa parashikueshme. Pejgamberi kishte po i pyet në formë pyetje, çfarë mendoni se kam e bën? Ata e kishin njohur pejgamberin që pejgamberi nuk është si ata. Thanë ti je fisnik, i biri fisnikut. Që aludeshin të kjo që ti realisht fisniku fol, bujori fol, atëre pejgamberi. Ky jep ato që e ka. Pejgamberi sa tha, shkoni se jeni të lirë. Kjo në histori është shkruajt, kjo ngjarje në histori do të më shkruajt me gërma të ardha. Se nuk ka amnesti të përgjithshme, nuk ka folje që ka bëu dikush në botë, është fjala për tokë, sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po, jo rasti Zoti në Kur'an ka thonë, ai që të bën keq kthehet me të mirë. Edhe nëse është armiku më i madh i joti, kur ti sillesh mirë me të, ai ka me të bën mik. Po çuç apo thot ajetin vazhdim. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Këtë punë, këto gjeste, këto vepra, me afal njerit, s'më le bëj gjithkush. S'në bëj gjithkush. Çfarë po the? Veç ata që kanë sabër, wa ma yulqaha vazhdon ajeti. Ha? Illa wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Përveç ai që me të vërtet ka fat. Ka fat. Edhe me një fjalë ka fatin me marrë shpërblimin e madh. Apo. Pse? Se e shohim që Zoti në shumë ajete kur fol te falja, çka ka thënë Zoti? Inna Allaha afuwun qadir. Allahu është fals, Edhe ka mundësi. edhe është me një fjalë është e ka mundësien. Çka është e ka mundësien? Se ka shumë njerëz kur folin, po ka njerëz kanë herë folin që s'ka çka bën. Sa ai më shumë i shakmirë ku me di çysh. E çfarë thot, sikur njëonit një herë ja kish marrë qeni domish, edhe kish nis me nga me një qenin, më ja marr. Kur smuti me nxon qenin tha sadok inshallah. Sadok mos e sunë morë. Por çata, do thot kur smunesh me fal, kur s'ki çka bën me ja fal, ai nuk ka burrni. Po burrni është kur t'ja falsh, a ki mundsi mu hakmar. Çto është burrni që është kulmi i burrnisë. Njëri kish përmend një dietar i madh, një reformator i madh, një shprehje në raport me njerëzit, tek falja, tek si mos sill me ta, sidomos kur njerëzit nga njerë ndoshta nuk dojnë. Shkurt, thon luftoni njerëzit me dashuri. Më pëlqen shumë. Luftoni njerëzit apo shprehja, po luftoni njerëzit natyrisht njerëzit luftohen. Se kem ndaluar në gjotill pa me dashuri, domethënë. Edhe nëse është që ai s'po ka, ti prapë sillu mirë. Se sjellja e mirë, vepra e mirë, edhe sinqeriteti që bërën prej zemrës, pa dyshim që ka me ndiku në zemrë. Prandaj për mi afru zemrat, do thotë kjo fjalë shumë e qelluar, luftoni me dashuri. Është interesant që edhe kur t'ja falsh, nuk bën me lana ato që ka gabu uni keq. Ne kemi rastin e Jusufit alayhis salam. Çka i kanë bëu vllaznia, komplet vllaznia në mbledh me prashtimjonit, janë mundu me myte, kanë gjumë bunore, edhe në fund atje pe akuzojnë u kon hajne këtu, edhe kur erdh puna në fund thash ka, këta kanë gabu, këta po thash shejtani na ka mashtruar dy parë. Që silas ata muni keq. Por ata këto e bojnë veç ata që më të vërtet kanë zemër gjon, ata që e dinë më të vërtet çka është shpërbimi nesër para Zotit, edhe këtë ato fjalë tona çka mund më ardh, jo valla ke i lig, jo valla utot, jo valla spat çami bu, ato si llogarisin se këto skrim punë nesër para Zotit. Këta njerëz kanë më thonë, çysh ishim bën na sikur ky me ja fal, ama i lumi aq e. Domethënë po mundu me konkludu mbas asaj që u tha se vërtet falja është cilësi e Zotit. Prandaj kur robi fal në farforme sikur ai ka arrit mu pajis me një moralitet i cili ka burimin për Zotit madhreshëm. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu jo rastisht që përmendën kur kanë nxit falni njerëz kur ju bojnë keq, çdo herë ka lidhur domethënë që Allahu fal. Sikur po domethënë që mos llogaritin dobësi. Është një hadith në dobësim personalitetin e juve nëse ju falni, se edhe Allahu krijuesi i gjithësisë është ai i cili fal. Ama falja e Zotit madhreshëm përfshin ata njerëz të cilët e meritojnë mëshirën e Allahut xhaleshanu. Është e udhë se me dita na edhe rrezikun çka është i mosfaljes. Se na mund me bëj çka dojmë, është fjala mund me punu vepra të mira,
Ama nëse se falim njëri tjetrin, ta kemi me dije që janë në një formë të pavlerës, pranohen te Zoti. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa çdo të hanë dhe tejte. E sidomos muajin e Ramazanit që dojmë arrit na faljen e Zotit për me hyrë në xhenet, ka thënë pejgamberi sa çdo të hanë dhe tejte, kjo edhe jashtë Ramazanit, hapën dyert e xhenetit. Hapën dyert e xhenetit. Ose një transmetim është ngritën veprat Tek Zoti. te Zoti. Edhe i falet çdo njerit, i falen gjinohet çdo njeri që si ka bu Zotit shirk. Është fjala si ka shoqëruar në adhurim Zotit dikon tjetër, krejve i falen, përveç dy njerëzve, dy veta, dy personave që kanë problem në me veti. Këtyne se meritojnë që më u ngrit veprat nalt, se meritojnë më pranu si uqilen dyert e xhenetit. Për çfarë arsye thuhet pritni derisa të pajtohen. Do thotë ai që nuk e fal dikon tjetër le ta dinë që e ka privu, ja ka bu vetes ndalume që më shku veprat, më pranu veprat. E pse me kanë një problem i dynjas, këta ato të mira që i kumbone e me mi hub. Tjetra është kjo falja është deregje, shkallë, pozit. Ka burrë që thëm, zemër gjanë. Tregohet të rasti Zenul Abidinit kur një robreshe vetja pa dashje, pa qëllim me ujtë në zet, do thotë ja gjun djalit tina pa dashje, pa qëllim, edhe djali vdes. U krymo, ndodhi. S'ki çka bën, s'ki çu kthen mbrapa më fëmijën. Edhe tash pekqyr reagimin e tina. Po ka qenë besimtare që prapë po thon pa dashje, edhe ja lexon ajetin kuranor ku Allahu xhaleshonu thotë wal kadhimin al ghaidh. Ata që e përmbajnë lefin, hidhrimin, e nalin veten, buen burra. Po ja vazhdon ajetin hala wal afina anin nas. E para e ndalojnë veten, e përmbajnë lefin, e stopojnë. E dyta, shkolla dyta, që pozit, thot ja u falin tjerëve. Njerëzve. Ha? Wal kadhimin al ghaidh wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu e don njerëzit. Se ky i thot kur i thot stopoj veten thot e stopova. Thot me ja fal, thot ta fala. Wallahu yuhibbul muhsinin, Zoti don ata që bojnë mirë. Thot për hatër Zotit si e morë bresh i e lirë. Subhanallah. Kjo është gjendja aty e njerëzve që realisht e kanë kuptuar se çka do të thonë falja. Pasi që jemi në përmbyllje të misionit Farodin, edhe jemi në ditë bekunit mujt shajt Ramazanit. Allahu i madhreshëm e ka bërë Ramazanin që me kon mëshirë, falje dhe lirim, ashtu që ka thujt pejgamberi alayhis salam, televizionist të nderuar kur ka fol pejgamberi për Ramazanin e ka nda në 3 pjesë, ka thënë pjesa e parë është mëshirë, dhe ditë që i parë mëshirë, dhe ditë që i dytë është falje nga ana e Zotit madhreshëm, dhe ditë që i tretë është mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Nga kjo thonë pejgamberit mund konkludojmë se nëse ne bëhemi të mëshirshëm në tokë, ka më na mëshiruar që është në qiell, ashtu shkon pejgamberi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mëshironi ato që është në tokë, mëshironi ato që është në qiell, dhe kur ne kemi mëshirë, padyshim se ka me rezultuar edhe falja. Kemi me fal dhe vëllezër dhe motra, nëse ne falemi, i falim të tjerë, i arsytojmë të tjerë, atëherë padyshim se kemi fituar shpërblimin e Zotit. E Zoti për hatët së veprës mirë ka më na mbrojtë nga zjarri i xhenemit. Kudo që jeni, ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes dhe faljes. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.